të gjejë një mënyrë se si të ribashkojë e para partinë e vet, e cila i është ndarë në dy pjesë të mëdha, dhe këtë e shohim këtu, dhe e dyta gjuhën me shqiptarët. Le të jetë ky misioni i fundit i tij dhe pastaj dal nga politika. Në të kundërt, ne këtë trend do kemi gjithmonë. Maqedonasit do fitojnë, do marrin një partner koalicion shqiptar të vogël të mesëm sa është, dhe rrugën kësaj gjëje dikush ja ka hapur. E kam shkruar në atë kohë, jo sot, mund të shkosh e të shikosh në 2017. Rrugën kësaj gjëje, e kam thënë, Ali Ahmeti po bën një gabim të jashtëzakonshëm duke shkuar në një koalicion pakice. Pse? Se nga ky moment e tutje shqiptarët do mësojnë që kështu që ka puna, po shkojmë vetë të zyra kryeministrit. I mbarojmë vetë punën tonë, s'kemi arsye pse të kalojmë nga Reçica, nga qendra e BDI-s. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi saktësisht kjo gjë. Por Izet Mexhiti që në atë kohë ishte që të futen koalicion me LSDM-n, me Zajevin. Sot është koalicion me Kristian Mickovskën. Pse? Sepse triumfoi pragmatizmi. U prishën rreshtat. Prandaj jemi këtu ku jemi sot. Nëse nuk ndryshon narrativa, nëse nuk ndryshon fjalori dhe nëse nuk ndryshon strategjia, zgjedhjet e ardhshme do jenë dhe më keq. E dëgjut, pse dje në fjalimin e tij menjëherë kryeministri i Maqedonisë, miku juaj Mickovski, jo mik kam Ali Ahmetin. Mik kam Ali Ahmetin. Edhe, kryeministri i Maqedonisë i drejtohet Kristianin Ali Ahmeti ka marrëdhënie shumë mirë atje. Me një fjalor shumë të vrarë. Pse sulmon ai Ali Ahmeti? Pse jo dikën tjetër? Për çka? Pse jo SDSM apo LSDM? Po le e ketë ju LSDM-n e ka kshuaj, e ka shpartalluar, sepse në duke ju përgjigjur Aliu, për sa po ta thashun ty tani, por nuk e dëgjove. Fushata e shqiptarëve, fushata nacionale. Jo, dëgjova, por. Fushata nacionale. Po do ta di pse ai sepse ashtu rrit votat e veta ndaj ata. Gjithë ato që ka ai përsëritje, ashtu do rrisi votat. Domethënë, i gjithë elektorati maqedon motivohet dhe shkon voton VMRO-n kur gjën që ka fushat nacionaliste. Se për çfarë do flasi Kristian Mickovski? Për ekonomi nuk ka në kohë, VMRO-ja një vit s'ka pas kohë, kur isha në Maqedoni, para një muaj. Janë plerat rrugës, ekonomia nuk s'ka pas kohë të merren ata të bëjnë. Mbas 3-4 vjetësh do shohim çfarë efektesh ka ndënë në ekonomi qeveria e re. Një fushat e bazuar tërësisht në nacionalizëm ishte një fushat që i konvenonte VMRO-s, sepse vetëm kështu mund të rriste votat dhe mbështetjen në krahun e vet.